Bismillahirrahmanirrahim. Mbi martesën, ule shikimin tënd dhe mos e lësho pa kontroll, sepse ajo është shiqet elmuse e iblisit. Mos kalon ndërmjet dy grave femrave në rrugë, por me ranë djathtë ose të majt. Bëhu i moralshëm. Martohu sa më parë, nga se ai i cili martohet e ruan shikimin e vet dhe organin e vet, intimitetin e tij. Kërkoje pra femrën që është besimtare në rrugën e Zotit, që është e kujdesshme ndaj prindërve të saj. Mos u ngut me ndarjen e martesës, nga se ajo është më e urrëtur tek Zoti nga të gjitha gjërat e lejuara. U atërheq vërejtjen bashorteve tuaja, vajzave, të afërmve, që të mos kërkojnë shkurorëzim para syve të fortë. Mos e bën shpërhi që bashorten tënde ta përbetosh me shkurorëzim. Përmbahu nga zinaja, imoraliteti, nëse nuk je në gjendje të martohesh, derisa Allahu xhaleshanuhu të mos durojë nga mundësitë e veta dhe të kesh mundësi të martohesh, dhe ndihmo veten me agjerim sa më të shpeshtë. Nëse të vije të kërkoj ai për të cilin mendon se është besimtare dhe e bukur, martoje dhe mos kërko meher të madh. Shpalle, proklamoje kurorëzimin dhe festoje ditën e martesës sipas mundësisë. Mos lejo të festosh kurorëzimin e as martesën me çka do qoftë që është ndaluar, siç është pra degenerimi përmes veglave shturse dhe valljet që janë shturse jo edukative. Bashkëshortes tënde paguja mehrin, krye obligimet tuaja ndaj saj dhe sillu bukur ndaj saj. Njoftoje gruan tënde me rregullat dhe obligimet e martesës bashkëshortore, kështu që të mundet t'i kryej në mënyrë konsekuente. Mos ju afro bashkëshortes derisa është në hajz dhe nifas. Shpjegoja u grave rregullat fetare dhe mos i lejo që të praktikojnë çkado qoftë që është e gabuar. Bëhu i drejtë në vështrimin e qëndrimit të bashkëshortes tuaj dhe kurse si në atë drejtim mos bën padrejtësi ndaj bashkëshortes. Blej gruas tënde dhe fëmijëve atë që ju është e nevojshme, mos u bër dorë shtrënguar ndaj tyre. I ke amanet familjen. Ruaj të mos i lësh pas dore çdo qoftë nga ata të cilët je i obliguar të kujdesesh ndaj tyre. Fëmijëve tuaj zgjedho emra të bukur, sepse ata ndikojnë edhe në personalitetin e tyre. Mos i jep përparësi fëmijëve meshkuj ndaj femrave. Fëmijët ruaj, jepu edhe njësoj pra duke ju dhënë dhurata. Rriti fëmijët tuaj kur të rriten 7 vjet, urdhëroj që të kryejnë ceremonitë kryesore fetare dhe për secilin nga ata siguroj nga një shtrat të veçantë. Me bashkëshorten tënde bisedo detajisht rreth mënyrës së rritjes së fëmijëve, nga se kundërshtimet tuaja ndikojnë shumë negativisht në sjelljen e tyre. Martoji dhe jepu fëmijëve të tu kur të bëhen madhor, të arrijnë moshën e madhore, pra martoj fëmijët. Rreptësisht ruaju që të mos i ngatrosh burrin me gruan e vet, ose dy ortak me punë ose dy shok. Urdhëroje bashkëshorten që të ketë kujdes ndaj dispozitave të shariatit, jetë e kujdesshme ta ruaj dinjitetin e vet, pastërtinë, harmoninë, mjedisin, moralin, të ketë kujdes me veshjen dhe të ketë kujdes pra se si sillet me veten dhe të tjerë. Mos i lejo gratë të bëjnë gjëra të pahijshme, pra të bëjnë vepra të cilat nuk janë të hijshme, pra këshilloj me butësi dhe urtësi. Lajmëroj gratë e tua për veshjen e rrobave të zbukuruara, pra rrobat që janë tërheqëse. Bëni që ato të jenë më shumë tërheqëse për burrin e vet, ashtu dhe burri të jetë tërheqës për gruan e vet. Mos e ngritni zërin e lartë, sepse zëri i lartë është zëri i gomarit. Jeni të kujdesshëm me ngritjen e zërit, pra të keni një zën të moderuar, një zë të edukuar. Ta duani njëri tjetrin, sepse edhe Allahu thot në Kur'an, ata janë të lidhur ngushtë mes njëri tjetrit, burrit dhe gruaja. Mi tha kanë nga lidha, pra janë të lidhur në një besë, pra në besë mes njëri tjetrit. Si dhe thot liteskunu ilaiha, gjeni prehje dhe qetësi tek njëri tjetri si bashkëshort. Pra, e gjeni dashurinë mes njëri tjetrit dhe ajo dashuri mbretëron gjatë gjithë jetës suaj, duke u kunurzuar me martesë, me trashëgimtar, me fëmijë, nëse Allahu ka bë emën. Por nëse nuk keni fëmijë, atëherë prap duhet të kënaqeni me pajtimin e Allahut, por nëse Allahu ju çon vajza ose djem, prap duhet të falenderoni Allahun për çdo gjë